Zërbe. Po. Që ka perë kjo të bëjmë çdo emision kështu? Edhe mundet. Zërbe. Po. Kjo është fantastike atëherë. Da shohim rrugës. Per, Ledio, çfarë kemi? Ta do plasim fabulën tjetër, por çfarë kemi si video se s'duam ti humb Meredin. Ti komentojmë nga 1 minutë, nga 60 sekonda Meredin të gjitha videot. Kemi video që si kemi përdorur? Të kam nisë ca. Po bravo, tani do flasim Meredin ca minuta për të krimin apo policia. Krimi policin apo policia, krimi kut kronolon kë, duke marrë shkas nga kjo ngjarje e tmeshme e Rinas, si kjo vrasje që është bërë, dhe Rinas, kjo ekzekutimi mafiozi niveleve të papara, ku ata dukeshin më shumë ushtarak se sa banda rivale me njëri tjetrin, ata që vranë sigurisht, perfekte. Çfarë kemi Ledio? Po, fol Ledio, se nuk shoh gjë unë. Po, kishim të letrën Erion Veliajt. E pa atëre hiqe këtë krimi policin apo policia krimin, se kjo nuk ka lidhje. A me gjithë edhe mund të ketë. Largë e largë, po. Nuk është se ka lidhje direkte. Qa thot letra? Kjo Erion Veli se vure Redi? E nuk e ndoqa me përmendje për ti që është një letër nga kryetari i Bashkisë Stambollit, pra. Nga Imamoglu. Po. Imamoglu ja ka dërguar letër Erion Veli, zonja Zotrin, që është në paraburgim, këtu në Durrës. I ka dërguar letër ku me fjalë tjera i thotë që unë jam shumë i shpreh solidaritet në vetë, domethënë. Më vjen shumë mirë që t'i fitojmë në gjykatë kushtetuese, thotë ante këtë. Ai është vetë në burg Imamoglu, ja ka marrë nga prokuroria, nga akuzën për të dënuar rreth 2300 ca vite, më duket. Se më mirë tani, po ishin shumë vite. Është kundërshtari politik i Erdoganit, është kryetar bashkie në detyrë akoma në Stamboll. Me së duket janë homolog, janë dy në burg dhe i qanë halli njëri tjetrit. Dhe Erion Velia i hodhi me shumë krenari këtë letër sot në statuset e ti. Një koment të shkurtër 60 sekonda, Redi? Atëre, ajo që më bën përshtypje mua është fakti që pikërisht Imamoglu duke qenë kundërshtari i Erdoganit dhe homologu në burg Erion Veliajt. Për korrupsion është akuzuar dhe Imamoglu atje, a? Megjithatë, mos është fakti që poston Erion Veliaj një lloj mesazhi që i çon pikërisht Edi Ramës, sepse homologu Edi Ramës është Erdogani, ai që ka futur në burg Imamoglu, dhe homologu i Veliaj. Kështu e lexon, ashtu më shkoi mendja edhe mua, po. Kështu që është sinjal thotë i larg e larg, mund të jetë një lloj mesazhi larg e larg për i thënë që ne të burgosurit nga pushteti, ha? Po pse e luajnë kështu, mos i pse bëjnë këtë cirk larg e larg? Pse nuk nëse është kjo qëllimi për të filluar një betejë politike kundër Ramsit 4, me që nëse ai mendon që ka futur Ramsi 4 brenda. Fatikisht nuk e kështër, nuk ka dhe aq kekse, dhe normalisht, sepse ka futa i brenda, be ka mbyllur sy dhe ai është futur brenda, po pse ti bjerë ka që largë, thua, apo ka një fillim për çdo gjë? Nuk mendoj se është betejë politike, sa që është një lloj presioni që gjithmonë të gjithta që përballen me drejtësinë dhe shkojnë qoftë në paraburgim, duan t'i bëjnë Edi Ramës. Madje për shembull për rastin e Belinda Ballukut, thuhet që ajo ka shumë të tepër pushtet se sa Erion Veliaj Po që kjo nuk diskutohet që ka më shumë pushtet. Po të kam fjalën dhe në presionin që mund të i bëjë Edi Ramës, është në pozicione shumë të favorshme. Kështu që kushdo me sa mundet i jep një mesazh Edi Ramës, ose kështu mund ta interpretojmë xhanëm, sepse këtu i hym debatit se sa Edi Rama influencon pakun dhe drejtësinë, po që një lloj leximi mund të jetë edhe ky domethënë, një lloj mesazhi ndaj. Ti po të ishe në vend e Erion Velis, ishte nuk e imagjinon dot veten atje, me tipologjinë që ke Redi për shembull. Ti ishe ti në vend e Erion Velis, ja tani do fantazoj unë për qefin tim. Dhe Arlind Qori ti ishte kryeministër dhe ti ishe në burg dhe të dyshoje ta ka bërë Arlindi. Ti do filloje luftën nga burgu apo jo? Kushdo që është në atë pozitë, aq më tepër kur ka dyshime që krahasimi nuk ka vend fare, është thjesht si homolog po flasim, po. Homologimi ishte më shumë. Pra aq posa përflitet dhe insinuohet që drejtësia mund të influencohet nga kryeministri, atëherë detyrimisht kushdo që ndodhet në atë pozitë përpiqet gjithmonë që ti jap një mesazh. Ta besoj këtë gjë. Pra që të ndikojë që të. Dhe vetë Rama po ta vështirë ka ndryshuar qendrim ndaj Erion Veliajt. Ndërkohë që ai tani thotë që ta nxjerrin thotë se nuk ka pse bëjnë. Fakti që më parë në farë mënyrë detyroi Këshillin Bashkiak që të votonte që ta shkarkonin atë detyra dhe tashmë me vendimin e gjykatës kushtetuese po del dhe flet që duhet rikthyer në detyrë Erion Veliaj, është një mesazh i qartë që ai po tentoi të bëjë një lloj rigrupimi të rikonsolidimit të Partisë Socialiste, duke thënë që shkoi u dalu në mbrojtje, pavarësisht se ju mund të jeni në hetim gjithsesi, ju mund të vazhdoni të hetoni për lloj soi aferash korruptive, por do që të vazhdoni të qëndroni në detyrë. Siç ka që nuk qëndron, nëse jeni në pozita drejtuese politike, me fjalë nuk bën sens që ti të vazhdosh të aq më tepër një parti si Partia Socialiste që thotë që
tund gjithmonë flamurin se ajo e ka votuar dhe ka quar për para reformën në drejtësinë. Qofse e mbështesin kaq shumë drejtësinë e re që është krijuar, atëherë normalisht në momentin e parë që janë nën hetim, funksionarët e partisë edhe të qeverisë shqiptare, do duhet që të linin postën e tyre në mënyrë të hapnin në rrugën hetimeve dhe drejtësisë së re pra. Plas fambullën e ekran Ledjo. Policia krimin apo krimi policin? Kush komandon kë? Plasën e ekran Ledjo. Red Muçi, zonja Zotrin, për gjithu që më bërini tani, jemi live në MCN, si çdo të martë, të mërkur dhe të prente. Të martë të mërkur fillon në orën 10 darkës, të prente fillon në orën 9 darkës. Kjo emision bazohet mbi të gjitha, mbi aktualitetet në Shqipëri. Personazhet vinë në studio janë zakonisht personazhe me interes publik, pra personazhe publik, të gjithu që doni të merrni pjesë në emision dhe që unë të lexoj mesazhet tuaja, shikoni QR kodin, atë kutinë e bukur që del atje në ekran, bëjini, skanoheni me celularin tuaj, bëni një login dhe shkoni mesazhet tuaja. Unë her pas here hy këtu, sigurisht pa prishur cilësinë e emisionit, duke dëgjuar të ftuarin sigurisht, hy te kjo faqe që e shikoni dhe lexoj mesazhet tuaja për qefin tim, po doni lexoj dhe emrat. Baçi Azizoli thot, Azizoli 9683. Baçi Azizoli thot, çani është shumë e thjeshtë, thot, vetë BE-ja do një parajsë fiskale brenda territorit të saj. Po e ka pra. Po ka pra, pse ç'është Luksemburgu? Ç'është ky drejt që Edhe Irlanda, dhe Qiproja dhe. Po jo, kjo tjetra si e ka, jo Luksemburgu, kjo Malta. Jo, Malta po e po, kjo tjetra që është afër Luksemburgut, që është afër Gjermanisë. Steinsteini, se që është i gjë në fund, haroj gjithmonë. Liechtensteini. Liechtensteini, po Liechtensteini. Ka është San Marino këtej që është kjo pjesë, pas të thuash ka, për çaj i duhet e Shqipëria, apo ti thua, pse mos jetë? Ka disa parajsa fiskale, besoj se. Thot pasaj Oçani, na trego për rezultatet e sondazhit që ke hapë. Kemi hapë në një sondazh, Ledjo? Kemi hapë sondazh? Po ku të i shohim rezultatet? Po jo, unë mund t'i shoh? Në qëse mund t'i shohim, për çfarë është pyetja në sondazh? Ta shtyp të sondazhin unë, më falë Ledjo? Jo, pa më. A mendojnë se Shqipëria është narkoshtet? Po. Atëherë deri tani sondazhi është, deri tani. A mendoni pyetja është, a mendoni se Shqipëria është narkoshtet? Sondazhi bëhet këtu te kjo QR kodi. 19 thon po, jo, 4 veta thon jo dhe nuk e di thot dhe njëri thot nuk e di. Merrni pjesë në të sondazh, e keni tek tani është bërë para pak minuta shëdhë sondazhi apo jo. Që janë kaq njerëz që kanë reaguar, por mund të reagoni pak më shumë. Mjafton që kur të hyni te kjo faqe, keni biseda majtas dhe sondazhe djatha. Shtypni sondazhi dhe votoni atje, dakord? Atëre, kushdo që thot jo, se voton jo, duhet t'ja përgjigje pyetjes se nga vijnë financimet. Ata i votojnë janë shumë pak, pra shikoj sa janë. Po gjithsesi mund të ketë edhe mbështetës të partisë. Po patjetër që kanë, ja sa ta marrin vesh do hyjnë, do votojnë. Jepin përgjigje se nga vijnë paratë për të ndërtuar këto mega rezorte dhe këto kulla që po mbin gjithandej në Shqipëri, domethënë. Po njëri më i madh Omega 1760 Redi, di çfarë thot? Redi që ka i majt më duket. Çfarë perle ky ka zbuluar botën sot tak. Ky ka zbuluar Amerikën sot. Redi Qeka i majt më duket. Ky duket që është UFO, sapo ka ardhur në Shqipëri plak. I madhi si e gjetë plak. Prisës të vërtetës ka shumë njerëz që s'na njohin dhe duhet i them që po jemi të majtë. Lëvizja Bashkë është një lëvizje, një parti e së majtës demokratike. Shisha thot një tjetër, Redi. Recep Malej thot 563, nuk e di pse i kanë këto shifrat nga mbrapa këta tipat. Vënë një shifër nga mbrapa nuk kuptohet pse. Do të ketë shumë Recep Malej dhe ky është i 563-shit? Do të jetë këshur. Ky vend gojimash, si mund të ketë njerëz shumë që mund të ketë 560 njerëz që quhen Recep Malej. Shumë kur e mendon. Kur e mendon, pastaj themi pse Ramsi vazhdon të jetë në pushtet. A kuptoni, është një vend që ka 600 e ca njerëz me të njëjtin emër o plak. Recep Malej për shemb. Se ka bërë kot këtu 563 jam unë thot. Më kupton? Ju thoni pastaj çka ka Ramsi që ka gjatë pushtet. Është vend gojimash o plak, është kaq e thjeshtë. Se ka me Recepin, Recepi se njon fare. Me Arjan Çani, disa Arjan Çani ka. Hyni shikoni se Arjan Çani ka, çfarë gojimash. I do thoni Arjan kujdes, nuk e kanë Çani, e kanë Cani shumica. Ç'si ka në kompjuter ç'ja nuk del, C është. Janë pafund Arjan Çani valla. Janë pafund që bisi unë, futin në rrjetet sociale. Është një tmerr. Po është bukur shumë ndërkohë. Franci thot, po ky Recepi o Redi thot, inshallah Shqipëria hyn në Europë dhe tropoja i afrohet pak Shqipërisë. Interesante Recepi, e ka bukur të.
Franci thot Çana e pranon Redi që i pari që përdori termi narkoshtet është doktor Berisha? Në fakt ai ka denoncuar që herët. Ka herët ai që ka thënë. Është vërtet, po sigurisht. Tregon që Berisha ka shumë nga ju që nuk e doni më, se thonë jema tani se o plak s'bën më e kështu, po shiko, Berisha ka fut teza shumë interesante në këtë vend, ë? Në kuptimin se pse e duam HGTT Skanderbeg, thotë, në kuptimin se pse e duam një Shqipëri narkoshtet në EU, meqense pyete në shkuptim Oredi për pyetje më lart që lexoi Çani. Ore, e kuptoni sa keq shkruani, nuk kuptoni fare vëlla. Toni që jeni dhe analfabet. O ti zot, o zotri, o ti Skanderbe. Si mund të jesh kaq analfabet më burr? Si mund të ketë kuptim kjo fjalë që ke bërë ti këtu? Më shikoj thua. Në kuptimin se pse e duan një Shqipëri narkoshtet në EU, pikë pyetje. Meqense pyete në shkuptim Oredi për pyetjen më lart që lexoi Çani. Kapi çik nivelin, ej. Ore ky Redi e din se si jetojnë europianët apo vetëm e ka me dëgjuar, është ky tipi pra. Dakor, ky sqaron mesazhin e vet. Prapë se kuptova. Po është. Të futesh në rrjet, vlla, është një torturë e paparë. O Trima, po kush janë këta kriminalë që si përmendi se kur vije punat e ca oligark të lodhur i përmendi, thotë, e ka me ty këtë. Që s'përmendi kriminal, por përmendi oligark. Tani me ty, me Arlin Qorin. Unë me të dëgjuar e kam gazetar investigativ që të them filani ose fisteku, nuk e di tamam se kush janë kriminalet që në kronikat që zhvillojnë kolegët tua investigativ, dalin emrat dhe për ata po flasin. Thot një tjetër Çani, edhe amnistin po e bën tani Ramsi, thot. Projekt ligji për faljen e detyrimeve, thot ky STHL-ja. Projekt ligji për faljen e detyrimeve tatimore sapo u rishikua duke amnistuar dhe asetet e padeklaruara si për shembull kesh apo pronat e padeklaruara më parë. Është ky ligji tani se ti je deputet duhet ta dish. Është ligji që do diskutohet edhe nesër në parim të paktën në seancën e nesër. Ky është amnisti fiskale. Ai e quhen paqja fiskale dhe ka kryesisht për një kategori të caktuar. Faljen e gjobave. Faljen e gjobave. Nga cili vit fillon? Më duket se para 2013-ës duhet... nga 2014 më duket. Apo 2014. Nga 2014 e këtej nuk quhet gjë. Po. Dakor. Dhe jare 10 miliard, më duket? Duhet ta shoh çik me kujdes, pavarësisht nesër unë kam ndërmend të mbaj një fjalë pikërisht për paqen fiskale që do diskutohet në kuvend, po ende nuk e kam parë me detaje. Duhet mbaroj nga ty dhe të shkoj ta shoh me kujdes. Bukur, Redi, me dy fjalë, sipas teje, ju thoni Arlin Qori ose edhe ti për shembull në daljet tuaja publike, keni gjithmonë bënojnë tezën që pra kur denonconi të keqijat e këtij vendi, problemet e këtij vendi, ju thoni oligarkët kontrollojnë qeverinë, kryeministin dhe jo e kundërta. Jo kryeministi kontrollon ata. Edhe pse me Arlinin kam një debat shumë interesant dhe bëj pas herë sa vjen në studio, që unë them që nuk ka oligark Shqipëri, oligarku i vetëm në Shqipëri është Ramsi, të tjerët janë varësit e tij. Por kjo është një debat që s'mbaron. Bosta të konfirmohet një ditë, nuk e di. Tani, e njëta logjik, po të ulemi tek pjesa, pra të ikim nga dhe të vemi te policia, që është prap pjesë e strukturës. Sipas teje, është krimi që komandon policinë apo policia që komandon krimin? Sipas jush, lëvizjes bashkë, domethënë. Edhe si reflektohet kjo në gjithë punën tënde të përditshme që ke në komisionet në parlament? Dua ta lidh çik me një thënie të nuk jam i sigurt tani e ka thënë Falcone apo Borsellino. Nuk ka rëndësi, një nga dy. Që shteti dhe mafia thot, ose do jenë në luftë me njëra tjetrën, ose do bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën. Dhe kjo vlen edhe për oligarkët. Në fund të ditës ata janë partner të njëri tjetrit dhe mund të diskutohet dhe mund të hajë diskutim se nga anon peshorja, pra kush ka më shumë pushtet. Her pas herë është njëri, her pas herë është tjetri, thua ti. Si për oligarkët, ashtu dhe për krimin e organizuar. Sa më shumë që fuqizohet krimi, aq më tepër mund të përballet me shtetin, sa i përket kontrollit territorit, të financave me radhë. Por gjithsesi duhet të jetë në partneritet në mënyrë që të mbijetojë dhe të ekzistojë, se përndryshe do janë në luftë konstante. Dhe ajo që po shohim edhe me ngjarjen që ju keni në ekran domethënë. Emblematike është kjo ngjarje, se vrasje ka shumë, po kjo ishte emblematike do të thotë. Edhe emblematike edhe për vendin ku ndodhi, pak metra larg aeroportit kombëtar të vendit, por edhe për mënyrën e ekzekutimit që ka të bëjë pikërisht me atë që diskutuam pak më parë, pra kapjen e vetë shtetit, sepse në fund të ditës ata njerëz që e kryen këtë krim, që siç e përmendë ti pak më parë, duket se janë njerëz, duken si segmente shtetit, se s'ka mundësi kaq duken të specializuar në atë që bëjnë, si thua. Atëherë shtrohet pyetja, olla, gjithë këta që janë forcat speciale të vendit, apo jo, njerëz të cilët trajnohen, stërviten në mënyrë që të
jo vetëm përdorin me armës, po në fund disë e të vën jetën e tyre në rrezik. Qartë, sigurisht. Unë shtoj pyetjen, a ka realisht, si thua, një parim, një ideal që i thotë që ti vërtet e vendos jetën tënde në rrezik, po e vendos për një ideal sipëror, në të mirë të Shqipërisë. A ekziston kjo sot? A mendon se ekziston? Qoftë në forcat speciale të Shqipërisë, qoftë në forcat e armatosura të ushtrisë, pra qoftë në policinë e shtetit. A vlen kjo si parim? Unë e di që ka një betim që bëjnë edhe policët e thjeshtë, po sa i besojnë vërtet këtij parimi? Qartë. Në një shtet të kapur nga strukturat kriminale ku vetë drejtuesit dhe drejtorët e policisë shpeshherë janë të implikuar. Këtë gjë pse e them? Sepse njëri i cili trajnohet, stërvitet për të përdorur armën, për të vënë jetën e vet në rrezik, për çfarë e bën? Për një pagë qesharake që merr apo për idealin e shërbimit ndaj vendit të tij, doktor? Kur të dyja këto aspekte janë, si thua, nuk mbajnë ujë në një farë mënyrë, atëre, a është për të çuditur që shumë prej atyre dhe atyre që janë të arrestuar, madje edhe vetë shoferi që jepte makinës ishte në strukturat. E AMP-s, ky është problemi. E policia e policisë, po. A është për të habitur që shumë prej tyre që kanë mësuar tashmë se si përdoret arma dhe vënë jetën e tyre në rrezik thonë, ata përdorim për të ardhura fitimprurse në botën e krimit shumë herë më të mëdha se sa po t'i shërbejmë strukturave shtetërore, pra. Pra kjo është dilema e çdo të riu sot që i hyn këtij rrugtimi. Si më thënë, dhe është një dilemë e cila nuk mund të zgjidhet deri në momentin kur shteti ka një lloj digniteti, ka një lloj ideali, pavarësisht se të shprehur dhe të madh, po i qëndron atij ideali, ose dëshmon që i qëndron atij ideali. Pra. Kështu që, për aq kohë sa vazhdon lidhja, ndërthurja e krimit të organizuar, e narkoshtetit që i quajmë pak më parë, pra, detyrimisht gjithmonë do kemi struktura ose përfaqësues të strukturave të shtetit dhe të policisë të shtetit që do janë të përfshirë në narkotrafik, se nuk ka si të ndodhë ndryshe. Pra janë partnerë, thua ti, nuk është se njëra është më lart se tjetra. Tani, për aq sa krimi organizuar ka fituar pushtet dhe terren në Shqipëri, qoftë me të ardhurat, qoftë me financime, qoftë me përfaqësim politik, qoftë në strukturat e policisë të shtetit, le të themi, në raport me ato që është kryeministri i vendit, nuk e di përsëri se nga në balanca, nuk di ta them, në fund ditës ngelet për të diskutuar kjo gjë dhe për të dëshmuar, po çështja është që janë bashkë. Janë partner, pra, janë partner. Janë ortak në një farë mënyrë. Në atë që quhet zhvillimi i Shqipërisë. Kështu që është. Po luhet para shumë e madhe, duhet thënë kjo, gjithmonë nuk duhet ta ruhet. Luhet para e madhe. Është para shumë e madhe dhe humanët gjithsesi me përjashtime të vogla, humanët përgjithësi janë tentuar që të fitojnë gjithmonë më shumë rreth. Pra kjo është njerëzore e gjitha kjo, pra nuk mund shihet si një defekt. Padyshim, dhe një ndër arsyet pse krimi organizuar i mafjes shqiptare, le të themi, është konsoliduar kaq shumë në vitet e fundit, është sepse ka gjetur, si thua, një oazë në vetë shtetin shqiptar. Pra një mënyrë për të investuar gjithë ato para që kanë bërë lart e poshtë nëpër Europë me trafikun e kokainës, kanë gjetur një bazë tek e cila të investojnë dhe të rriten në fund të ditës. Pra, sepse kjo është çështja e investimit, që ti ato para që i ke të palishme, të krijohet mundësia për t'i pastruar dhe për të kthyer në biznesmen, pra nga kriminal kthehesh në biznesmen, madje kthehesh edhe në politikan. Kjo është shkallarja e ngjitjes edhe tradicionale, si thua, e krimit të organizuar. Dhe fakti që e kanë gjetur në Shqipëri është një problem shumë i madh për vetë shqiptarët në radhë parë. Edhe pse nuk duket sikur të ndikojë tek europianët. Për shembull, pse i përkëdheluri i liderëve të Europës është Edi Rama dhe jo për shembull Albin Kurti? Sepse nëse do krahasojmë luftën ndaj korrupsionit apo jo, nuk ka lojë aty, nuk mund të dalë dikush dhe thotë që në Kosovë për shembull ka më shumë korrupsion se sa në Shqipëri. Atëherë, si shpjegohet fakti që Albin Kurti sulmohet nga të gjitha anët, ndërkohë që një si Edi Rama është në pozitën e vasalit, është gjithmonë i preferuar i liderëve të Europës. Ky është problem që lidhet me interesat ngushta, por gjithsesi është në dëm të shqiptarëve. A jemi të sigurt në këtë vend, Edi Muçi, çfarë ti thoshe sot njerëzve që dëgjojnë? Ti nga lëvizja bashkë, pra janë të sigurt njerëz të thjesht? Kthej edhe një herë pamjet vetë jo? Kthej edhe një herë pamjet. Duke marrë shkas nga ky atentat, nga ky ekzekutim. Sa është cënuar ose mirë ç'mund të themi për sigurinë
në Shqipëri, për sigurinë, pra për rendin publik, sa sigurt janë njerëzit që ecin rrugë në Shqipëri? Do t'i rikthehem prap... Shkurtimisht, lutem. Do t'i rikthehem prap dokumentarit francez. Që për fatin do të keq nuk e hapim do drejqin. Që përmendëm në fillim të emisionit, ku thuaj që shpeshherë në shoqëri për shembull si ajo e Holandës, ndërgjegjësohet publiku për shkallën e kriminalitetit dhe fuqizimin e botës krimit kur ndodh një krim i madh. I rënd, po. Krimi i rënd siç ishte merrte rastin e vrasjes së një gazetari në Holandë. Qartë. Kështu që unë kam përshtypjen se edhe në Shqipëri, pikërisht kur të kemi ndonjë krim të rënd, qoftë një figure politike, qoftë një figure të sistemit drejtësisë, ose qoftë të një gazetar investigativ, atëherë do ndërgjegjësohemi se sa rënd është situata. Ja, pra deri tani Tirama del dhe thotë që këta han kokat e njëri tjetrit, që është e papërgjegjshme për një kryeminist. Qartë. Megjithatë, siguria dhe kërcënimi që do përbëj krimi organizuar ndaj shoqërisë shqiptare do vihet pikërisht kur kemi të bëjmë me një figurë, le themi, publike të një pozite të caktuar. Vrasja e gjyqtarit të apelit në sallë gjyqit nuk ishte një rast i tillë. Atje vetëm që nuk pati asnjë reagim, po atje shumica e njerëzve në rrjetet sociale diare ishin thoshin mirë bëri. Dakord, me fjalë jam dakord me konstatimin tënd, por të kuptuar mosbesimin ndaj sistemit drejtësisë. Aty kishte të bënte më tepër me mungesën e sigurisë në sallat e gjyqit dhe ishte besoj një krim mlefi dhe inati të një personi i cili situash në kokën e vet e perceptonte vetë sistemin e drejtësisë, sigur po i bënte atij. Ishte viktim pra, po. Ishte, nuk ishte çështje e krimit organizuar. Qartë, jo, nuk ka lidhje. Investigim. Redi, në fakt tani po shikoj ngjarje, duke mbyllur emision dhe me ty duke të falenderuar që më erdhe sonte që bëm të bisedë bashkë interesante. Tani po shikoja pamje ndërkohë që ti flisje, po flisin së bashku dhe po shifja, thashën vete, ore kush është dëshmitari real i këtij ekzekutimi në Rinas? Po ta shohësh me vëmendje, të shkon në mendje? Shive çik pamjet. Kush mund të jetë i vetmi dëshmitar real, ai ose ajo, mund të jetë dhe gocë, mund të jetë dhe çun, pra mund të jetë burrë dhe grua ose grua, që i ka parë realisht gjithçka që ka ndodhur dhe që s'ku kisha një mundësi për shumë të flisë dhe të tregonte gjithçka me detaje. Aty janë disa qytetarë që duken në pamje. Kush është një person atje që nuk lëviz dhe nuk ka lëvizur asnjëherë, edhe para dhe mbrapa edhe i gjatë sulmit. Nuk e di ke për Nën Terezën ndoshta. Vetëm Nën Tereza i ka parë. Nën Tereza për shembull s'kishin në mundësi, alet jo. Tani po mendoja, thash Nën Tereza dhe fatikisht fytyrën e ka këtej, nga ana që ka ndaluar autorët. Ajo është bujare dhe nuk flet. Ç'mund të ketë thënë Nën Tereza, kjo është pyetja. Ç'mund të ketë menduar Nën Tereza në momentin që ka parë këtë ngjarje me sytë e vet? Redi. Jo, shumë interesante konstatimi që bëre fakti. Po, shkoj mendje thash vetë shqipe. Ajo nuk lëviz. Asaj çfarë? Bile nuk di e ka marrë ndonjë plumb apo jo, se mund të ketë marrë ndonjë plumb pa dashje, se me ata me kallash ishin, e kupton? Po ta kesh vënë re çani, ne kemi kaq shumë sheshe, parqe, aeroporte që kemi vënë emrin Nën Tereza. Dhe në qoftë se sigur pak fare t'i përmbaheshim, le të themi, moralit dhe idealit të Nën Terezës, do ishim vend shumë ndryshe dhe është ironik fakti që pikërisht një ngjarje e tillë ndodh përballë statujës së Nën Terezës. Pra një ngjarje makabre, një krimi të organizuar, me fjalë mu përballë statujës së Nën Terezës. Por që është situash kapje shumë interesante kjo që kemi. Tani më shkon në mendje fare spontanisht domethënë. Tash vetë s'foli njëri fare për të punë. Pra e kemi statujën, po kur vjen puna për t'ju përmbajtur parimit dhe Nën Terezë, jemi jashtëzakonisht shumë larg në fjalë, kështu që mite në fakt që s'janë mite, se pra ne s'kemi mite realisht, se po të kishim mite nuk do ndodhte atje. Nuk u qëndrojmë edhe miteve. Nuk u qëndrojmë miteve, po. Edhe miti ka brenda një lloj idealizmi. Me që Rafiano, unë se shkam një parandjenj, ndoshta e kam gabim, po i ftoj këta të laboratorit shkencor të policisë, si që janë këta dekserat që punojnë për shumë që shofin plumbat ku shkojnë ku ven, nga cili drejtim ashtu, kur bëjnë këtë qyrjen e vendngjarjes, por i pëlqej shumë të pjesën një vishme të bardhë ata që shofin, ajo është pjesa më e bukur. Të kriminalistike. Të kriminalistike, se më kujtojnë shumë Dexterin, serialin Dexter në Netflix, i ftoj dhe njerëz, në base që ka shkuar në mendje, të shkojnë dhe njerëz të kontrollojnë, mos ndoshta ka marrë një plumb Nën Tereza. Mund të duket nga goditjet. Dhe ishte shumë interesante për ta kuptuar. Nuk di se çfarë bronzë është ai, çfarë materiale mund të jetë aty që kanë bërë statuj, po do ishte interesant të kuptojmë a ka kap në një plumb Nën Terezën apo jo, dhe ai rrethollimi aty i shëmtuar, se i shëmtuar rrethollimi të merr. Redi ishte, S'themë një gjithë fund. Po patjetër jep. Mbaj mend është në librin e Ismail Kadares. S'më kujtohet e cili tani, po për një incident që ndodhi me statujën e Çerçistopullit në Gjirokastër, që mos gaboj ishte një ushtar italian i dehur dhe nga dehja e sipër qelloi armën dhe
dhe statuja e Churchillit mori një plumë të cilin ishte deri vonë aty, deri momentin kur e restauruan tani vonë me një fjalë, kështu që mund të kenë ndodhur. E shikon? Pas ka marrë Xhistopull një plumë. Po. Tani që e mendoj, Redi, të falenderoj jashtëmasi ishe me mua. Falenderoj ty, Çani. Tani që e mendoj, Ledio, kthe edhe njëri imazhet e Nën Terezës. Tani që e mendoj, thell, Red, e di çfarë vjen në mendje? Me siguri momenti që ata, se po ta bësh ata duke se kanë hipur pak te bari rreth udhëtimit, te pjesa e mbjellur atje, nuk kalojnë thjesht në portiron shkurt, kalojnë sipër barit. E vëre? Po njëri prej tyre në kthim madje rrshket. Bravo. Dhe unë jam i bindur, e kam bindja, nuk kam prova për të, që Nën Tereza duke thënë në atë moment i ka shpëritur, ka thënë kujdes se rrshqet. Sa i rrshqiti një moment aty, dhe i ka thënë kujdes birë se rrshqet. Po. Çfarë perle. Redi, të falenderoj jashtëmase. Falenderoj ty, Ajan. Takohemi nesër, në orën 10 darkës.